Kuptohet ne tani po bëjmë përgatitjet më të fuqishme për hyrje në muajin e shenjtë të Ramazanit të bekuar, ku do të kemi një program mirë të përpiluar, i cili duhet të realizohet gjatë muajit të Ramazanit në kushtet të cilat i kemi, pra në kushtet e jashtëzakonshme, duke vazhduar edhe më fuqishëm edhe në mënyrë më precize të realizojmë të gjitha rekomandimet që janë dhe që do të jenë në të ardhmen nga Ministria e Shëndetësisë. Do me thënë, ne jemi të përpikt me të gjitha strukturat tona, që me precizitetin ton, me vetdijen ton, me angazhimet tona, që vërtet të jemi një ndër faktorët në shoqëri, faktor konstruktiv në këtë gjendje të jashtëzakonshme, që t'japim kontributin ton aty ku e kemi hapësirën e kompetencave tona, që vërtet sa do pak të jemi prej atyre që të mundohemi në zbutjen e kësaj sëmundjeje, si dhe evitimin e kësaj sëmundjeje të rëndë. Programi jonë më tepër ka të bëj me mjetet mediale, sepse hapësira është shumë e ngushtë në këtë situatë të jashtëzakonshme nga Covid-19. Andaj jemi në angazhime sipër me të shumë portale të ndryshme, pastaj mediumeve, duke filluar nga MTV-ja, pra televizioni i Maqedonisë në gjuhën shqipe, pastaj portale të ndryshme, ja edhe sot me gazetën e juaj, pra Slobodan Pečat, si dhe shumë mediume tjera të gjuhës maqedone, turke, bosnjake, rome, e kështu me radhë, me qëllim që të informojmë edhe opinionin, edhe besimtarët tanë, edhe të gjithë nënpunësit tanë në krye me kryesit e xhamive, që vërtet muajin e Ramazanit ta kalojmë në mënyrë të këndshme që sa kemi mundësi, por në të njëjtën kohë dhe të kontribuojmë që situata e koronavirusit apo Covid-19 të filloj rramjen e saj dhe ngadalë të dalim nga kjo situatë e jashtëzakonshme që po sjell dëme edhe në sferën e organizimit, edhe në sferën psikologjike të besimtarëve dhe qytetarëve në përgjithësi, por edhe në sferën e realizimit të projekteve, secili në sferën e tij. Ne si shoqëri, e në veçanti ne si kombë, duhet të jemi shumë të kujdesshëm ndaj rrymave të dyshimta, sepse ne jetojmë në Ballkan dhe Europë, jemi drejtuar drejt Bashkimit Evropian, rrjedhave euroatlantike, dhe duhet të ruajmë shoqërinë tonë, në veçanti të ruajmë Bashkinë Fetare Islame nga rrymat e dyshimta, mos ju japim argument qarqeve anti-islame, anti-shqiptare, që të na njollosin me ndonjë të keqe